Atëherë, pyeti vllai, a është e pëlqyeshme që unë t'i kërkoj vllait tim të lutet për mua? Kjo është? Me këtë mesele, pra dietarët thonë që nuk është e pëlqyeshme t'i kërkosh dikujt diçka. Për gjërave që ai ka mundësi t'i veproj, pra ti realizoj. Nëse kërkon diçka që ai nuk ka mundësi, atëherë të hyre në idhujtari, tonë kërkove diçka që ai s'ka mundësi, ka mundësi vetëm se Allahu i Madhëruar. Nëse kërkon dikujt diçka që ka mundësi, atëherë dietarët thonë kjo është e papëlqyeshme. Mundohu që çdo gjë ta bësh vetë. Pra, ti mos t'i lutesh dikujt. Dhe thotë një nga sahabët dhe i premtova Profetit sallallahu alajhi wasallam që mos kërkoj nga askush. Dhe ishte sahabët që kur binte shkopi nga deveja dhe ishte njeriu poshtë, zbriste, e merrte shkopin, e nuk i thoshte aty të poshtë, më e pak mua. Dhe ne do marrim inshallah në lidhje me lutjen e të gjallit, mësimin që vjen. Që sahabët derisa ishte Profeti gjallë, shkonin dhe kërkonin prej tij lutje, të lutte Allahun për shi. Kur ai ndroi jetë, shkonin më tek varri i tij? Ku shkonin? Ke cili sahab? Shkonin një sahab. Ke Abdullah ibn Abbas. Ke Abbas, radhiyallahu. Ke Umeri. Po shkoshin tek kush? Shkoshin tek Profeti? Jo. Ndërsa unë, nëse kërkoj nga vllai im, vlla bëj dua për mua. Nëse kam për qëllim të dietarët se shikoj këtë person neglizhent ndaj duas dhe gjej nga format për ta përkujtuar që ai të bëj dua, që për veten që për tjerët, është i them bëj dua për mua. Por se nëse kjo bëhet zakon, atëherë nuk është e pëlqyeshme. Kur shkoi një i verbër, në të hadith ka disa mendime në lidhje me saksinë e hadithit, kur shkoi një i verbër tek Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i kërkoi atij lutje, pra ta lutte Allahun e Madhëruar që ta shëronte nga pra që ishte t'i kthente shikimin, dhe i thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse ti duron, ke xhenetin. Atëherë i thot, jo, thot, unë dua që ta lutësh Allahun e Madhëruar për mua për kthimin e shikimit. Atëherë i thot, shko në shtëpi, merr abdes, fal 2 rekat, kur të falesh, lutë Allahun ti, që Allah pranoj lutjen e profetit për mua. Që mos ndahi, pra mos të edukoj muslimanët, shokët e tij që të varen tek lutja e të tjerëve. Pa ata vetë duhet çfarë ta lutin Allahun e Madhëruar drejt për së drejtë. Kur shkoi gruaja që ishte me ngjyrë, shkoi te Mesram, që kishte smundjen që i bën të fikët, që e ka përthyer epilepsi, rrëzimit të humbjes të ruas, sa e zhvishesh, pa zhvishesh pa dëshirën e saj, i thot, pra shkon ky person, i shkon, dhe kjo është një nga gjërat që do e marrim inshallah. Nuk është që nga shtëpia vetë tha, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lut Allahun për mua. Kështu tha? I shkoi atje, u afrua, dhe i tha, lut Allahun për mua që të më shëroj mua. Se nëse duron ke xhenetin, thot mirë, thot, unë e pranoj. Po vetëm diçka, lut Allahun që të mos zbulohem kur më kap kjo gjendje. Gjendja të mendon për turpin dhe në të gjendje. Së madhështore është? Thot në rregull, e lut Allahun azza wa jall që gjatë kur ta kapi kjo gjendje, kjo smundjes,
të mos zhvishesh. Nëse duron, ç'do të thotë vëlla? Ke xhenetin, ç'do të thotë? Erdhi që të lutesh i dërguari për shërim, pra të lutesh Allah azza që ta shëronte. Kur thua dikujt, nëse duron ke xhenetin, ç'do të thotë? Nëse duron. Pra ky person a ndalohet nga lutja? Pse? Do duroj ai. A kuptojmë nga durimi mos lutet më? Ke grua? Ç'do thotë? Nëse ti vazhdon durosh duke lutur Allahun që ta lehtësoj, të shëroj e tjera, atë ti ke xhenetin. Cila është urtësia? Me qenë gjithmonë i lidhur me Allahun. Ajo smundi që të afron tek Allahu është hajër. Dhe ajo mirësi, ajo rahati që të largon nga Allahu është e keq. Ky është rregull. Ajo smundje që u bë shkak që ti u afrohesh ke Zoti, është hajër për ty, është mirësi, nuk ka mirësi më të madhe. Dhe ajo rahati, dhe ajo luks, dhe ajo jo smundje, ajo gjendje jo smundje, që të bëri të largohesh nga Zoti, është çfarë thon? Është e keq për ty. Prandaj thot, nëse ti duron, ke xhenetin. Ka dikush pyetje rreth sa që morëm? Po, unë kam e pyetje. Po, pyetje ta vati sekond. Tani më shtet në vendeve të mira. Ai njeriu që ka vdekur ka qenë një i mirë, pa të dyna. Ata e shkojnë lutën, ai çfarë ai ka thonë në lutën. Ata e shkojnë. Nuk përmenda pjesën e kësaj. A ka gjuna i cili lutet? Nëse ka qenë për atyre që i ka thirrur të tjerët në këtë besim, pra në mësimit e tij ai ka thënë që është e pëlqyeshme që kur vdes njeriu i mirë ta lusim atën, ta marrim si ndërmjetës midis nesh dhe Allahut. Ky e ka dënimin. Nëse ai ka thirrur, e ka për të lejuar këtë pjesë. Nëse ai ka folur kundra kësaj gjëje, ka folur që kjo s'bën, është ndaluar, dhe nëse ai, si Isa a.s. Ka gjuna Isa a.s. ose ka gjuna engjëjt që adhurohen nga disa njerëz, merren si zotra për Allah të madhëruar, jo s'ka gjuna. Gjuna ka ai i cili ka thirrur tjerët, ka thirrur në adhurim. Dhe ka qenë i kënaqur me këtë gjë. Ka ndjekur para se të vdesë. I ka thirrur, i ka ftuar njerëzit. Qoftë ke vetja e tij, qoftë tek përgjithësi tek ata që kanë kaluar, që duhet me i lut të njerëz të mirë. Është çuditshëm vëllezër, kur personi beson se Allahu ka dorë çdo gjë. Allahu shëron, Allahu ushqen, jep ushqimin, pijen. Allahu është krijuesi i gjithçka, nuk ndryshon asgjë pa lejen e Allahut. Dhe prapë shon ke krijesa? Çuditshme. Prandaj sot alaykum selam, prandaj sot shikon musliman që thon shahadetin dhe s'kan kuptuar shahadetin. Dhe shkojnë tek varret, kisha e laçit, shkojnë tek tyrbet, shkojnë ke teqet, edhe bëjnë ato rritet e tyre, duke për Allahut barabartë. E quajnë dhujtarin besim të sakt. Dhe besimin e sakt, mësimin e Allahut vetëm, e quajnë shpikje dhe padrejtësi. Allah na ruajt.